Lavdrimet, falenderimet i takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartësuar në rrugë të drejtë, nuk ka kush e devion, dhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet me merit është Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija të shpikurat në fe, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi i saj është zjarri i xhenemit. Të nderuar besimtar, njeriu për nga natyra e tij dhe instinkti i tij, pra fitreti, nuk mundet të jetoj pa u përzier me njerëz. Nuk mundet të jetoj pa pasur ndonjë shok apo ndonjë mik. Prandaj, ai patjetër duhet përzihet me to, me qëllim që ai të bashkëbisedon me ta të mirën dhe të keqen. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na thot në hadithin e saktë, mos e shoqëro askën tjetër përveç se besimtarit dhe mos e ushqe askën tjetër përveç se njerëzve të devotshëm. Të nderuar besimtar, Islami ka ardhur për të na treguar devotshmërinë. Islami ka ardhur për të na treguar se njeriu duhet të shoqërohet me njerëzit të mirë dhe Islami ka ndaluar që njeriu të shoqërohet me njerëzit e këqij. A dini pse o vëllezër? Sepse shoqërimi me njerëzit e mirë, me njerëzit e devotshëm e bën njeriu që ai të ndjek udhëzimet, të ndjek fjalët e mira dhe të ndjek veprat e mira dhe të veprojë mirë. Ndërsa shoqërimi me njerëzit e këqij e bën njeriu që ai të devijojë dhe të ndjek veprat e këqija. Të nderuar besimtar, prej shkaqeve të qëndrueshmërisë në fe, në iman, në besim, është edhe shoqërimi me njerëzit e mirë, veçanërisht kur njeriu sprovohet, veçanërisht kur njeriu bie në fitnë. Kur njeriu aty ka nevojë për njerëzit e mirë, ka nevojë për njerëzit e devotshëm, të cilët këta njerëz e këshillojnë, e shoqërojnë, e ndihmojnë dhe këta njerëz ja përkujtojnë atij takimin me Allahun dhe ja përkujtojnë atij xhenetin. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na thot në hadithin e Abu Davudit, njeriu është në edukatën e shokut të vet, andaj secili prej jush le të shikon se me kënd po shoqërohet. Nëse shoqërohet me njerëzit e mirë, ai do të fitojë prej tyre çdo të mirë, do të fitojë prej tyre o vëllezër butësinë, urtësinë, devotshmërinë, virtytin, guximin, ndeshmërinë, thjeshtësinë, e mbi të gjitha do të përfitojë prej tij namazin. Të nderuar besimtar, Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu na thot, njeriu nuk i është dhënë diçka më e mirë pas Islamit se sa një vëlla i devotshëm besimtar. Të nderuar besimtar, askush prej neve nuk mund të pavarësohet nga shoqëria, qoftë edhe nëse është një shok i vetëm. Allah i madhruar na ka treguar se edhe i dërguar i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në momentet më të vështira ai e kishte një shok, si thot i modhi Zot tek Sura Tobe 40, kur ai i thoshte shokut të vet, mos u piklo, vërtet Allah është me ne, edhe me të ka qenë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Të nderuar besimtar, nëse ulesh me shokun e mirë, shoku i mirë ta kujton Allahun, kur ti e harron Zotin tënd. Nëse ulesh me shokun e mirë, shoku i mirë o vëllezër të ndalon nga mëkati dhe të drejton drejt veprës së mirë dhe drejt madhrimit, falënderimit të Allahut subhanahu wa taala. Aliu radhiyallahu anhu o vëllezër thoshte, shoku nuk konsiderohet shok i vërtet derisa ta ruaj shokun e tij edhe kur ai nuk është prezent, edhe po ashtu ta ruaj shokun e tij edhe pas vdekjes së shokut të tij. Të nderuar vëllezër, shoqëruesi i mirë apo shoku i mirë ka për të sjellë ty dobi në të gjitha gjendjet e tua. Prandaj i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka krahasuar shokun e mirë me atë person i cili shet parfum, me atë person i cili mbart misk, nga i cili ose përfiton prej tij duke bler parfimin,
ose përfiton prej tij erën e mirë. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot hadithin e Imam Buhariut, shoku i mirë dhe shoku i keq i shëmbëltejnë pra shitësit të parfimit dhe gjyrykut të farkatorit, pra ajo pjesa ku fryhet qymyri për me udhëz qymyri. Prej shitësit të parfimit, thot i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ki vetëm dobi, ose ke për ta bler parfimin për ti, ose ki me ndje aromë të këndshme, kurse prej gjyrykut të farkatorit, ose ta djek trupin ai dhe rrobat e tua, ose kamet mbush me erë jo të mirë. Pasha Allah në vëllezër, nëse ti ulesh me njerëzit e mirë, ti do të përfiton prej tyre në çdo aspekt. Përfiton prej ti kur ai flet dhe përfiton prej ti kur ai hesht, sepse ai e din kur duhet për me fol dhe ai e din kur duhet për me hesht për mundal. Po ashtu, nëse ti shoqërohesh me njerëzit e ligë, ti do të humbasësh, sepse ai nuk din kur është boll, ai nuk din kur duhet mundal dhe ai nuk din se çfarë duhet të flasë. Dhe një prej dobive vëllezër të shoqërisë me njerëzit e mirë është se ai i cili ulet me njerëzit e mirë në një kuvend ku përmendet Allah i lartësuar, ky rob Zoti nuk do të mbetet i privuar nga mirësitë e tyre, edhe pse ai është për njerëzve mëkatar, gjunaqar, por Allah subhanahu wa taala ka për ta falur atë, siç ka ardhur hadithi tek Imam Buhariu, ku i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, i Madhi Zot i ka disa melek të cilët enden shëtisin nëpër rrugët duke kërkuar ata që përmendin Allahun, dhe kur t'i gjejnë këta njerëz që përmendin Allahun, melek e thërrasin njëri tjetrin, e ani tek ajo që na po e kërkojmë, pastaj i rrethojnë me krahët e tyre deri në qiellin e dynjas, ndërkohë Zoti i tyre i madhruar i pyet, edhe pse ai e din më së miri çfarë po thonë robërit e mi, melekët thonë, të lartësojnë, të madhrojnë, të falenderojnë dhe të lavdrojnë. Thot Allah subhanahu wa taala, ju bëj dëshmitar juve se unë ju a kam falur atyre mëkat. Dhe një prej melekëve i drejtohet Allahut subhanahu wa taala dhe i thot, o Zot, po në mesin e këtyre robërve që e madhrojnë dhe të falenderojnë ty, është një person i cili nuk ka ardhur për këtë qëllim, por ka ardhur për punët e veta. Allahu subhanahu wa taala i përgjigjet, ata janë njerëz që kushdo që i shoqëron këta njerëz nuk do të mbetet i pafat, pra edhe atë person e kanë falur. Të nderuar besimtar, nëse nga shoku yt i mirë shfaqet ndonjë mangësi në sjelljen e tij, ta thot ndonjë llaf që ai nuk e ka zakon me të rëndu ty, di o vëlla se ti ja din adresën atij shokut ton. Ja din adresën sepse ai nuk është prej këtyre njerëzve që të rëndon ty me fjalë. Nuk është prej këtyre njerëzve që ai ty të nënçmon. Mirë po, rastësisht me caktim të Allahut ka dalur ndonjë shprehje prej tina, gjë që e cila ka prekur ty dhe të mundon ty, atëherë ti o vëlla duhet të jesh i durueshëm me vllahun tënd, sepse dobia e shoqërimit me të është shumë më e madhe se sa ndarja prej tij. Allah subhanahu wa taala tek surja Kehf ajeti 28 na thot, bëj i durueshëm me ata që e lusin Zotin e tyre në mëngjes dhe mbrëmje duke kërkuar fytyrën e Allahut të lartësuar. Ibn Kathiri kur e komenton këtë ajet thot, o vëllezër, qëndron në shoqërinë e atyre që e përmendin Allahun, që e madhrojnë Allahun, që e lavdrojnë Allahun e lartësuar. Këta janë robërit e Allahut, qofshin të varfër apo qofshin të pasur, qofshin të fortë apo qofshin të dobët. Të nderuar besimtar, çdo mirësi në këtë botë do të shndrohet në mirësi ditën e Kiametit, përveç mirësisë së njerëzve të devotshëm, përmes atyre që janë dashur me njëri tjetrin për hir të Allahut. I Madhi Zot na thot tek sura Zuhruf, atë ditë miqtë të ngushtë do të jenë armiqtë të njëri tjetrit përveç të devotshme. Imam el-Auza'i thot, shoku për shokun është sikurse arni për robën. Nëse ai arën nuk përshtatet, pra nuk i ngjason robës, e shëmton atë robë. Kështu është edhe shoku me shokun. Të nderuar besimtar, atë ditë kur të dalim para Allahut të lartësuar,
kur dielli do të na afrohet mbi kokat e tona 1 milje. Allahu ka premtuar atyre që janë dashur për hir të tij, u ka premtuar atyre se do t'i vendosën në hijen e tij. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na thot hadithin që e gjejmë tek Imam Buhariu. 7 lloj personash Allah i lartësuar do t'i strehoj në hijen e tij ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Zotit, dhe për tyre përmendi 2 persona që duan me zvete për Allah, bashkohen dhe ndohen vetëm për Allah. Të nderuar besimtar, shoku i mirë, shoku besimtar, është një pasuri e madhe dhe një dhuratë e madhe Allahut për ty në këtë dynjë. Po ashtu është një pasuri e madhe për ty gjatë vdekjes tënde. Dhe po ashtu është një pasuri e madhe e shokut mirë edhe në botën tjetër. Sepse në çastet e vdekjes, shoku i mirë ta përkujton dëshminë, ta përkujton shahadetin, ndërsa në dynjë shoku i mirë, nëse nuk të çet në xhenet, lyp ty para Allahut të lartësuar, sikur se ka ardhur hadithi tek Imam Buhariu me numër dorë 7439. Para kësaj do ta lexoj fjalën e Allahut tek sura Ashr numër 10, ku thot: edhe ata që kanë ardhur pas tyre thon: o Zoti ynë, na fal neve, na fal vëllezërit tonë të cilët para nesh u pajisen me besim. Ndërsa Sufjan Thauri thoshte: le të jetë shoku yt, ai cili ta hek lakmin nga kjo botë edhe të nxit drejt botës tjetër. Kur banorët e xhenetit o vëllezër kanë me hyrë në xhenet dhe nuk kanë mi pa shokët e tyre, të cilët në dynjë kanë kryer vepra të mira, e pyesin Allahun e madhruar dhe i thonë: o Zot, ne kemi pasur vëllezërit tonë që së bashku me ta jemi falur, së bashku me ta kemi agjëruar, së bashku me ta kena dhon sadak dhe kena dhon zeqat. Allah subhanahu wa taala u thot: mirë po i thonë, nuk po i shohim këto njerëz xhenet o Zot. Allahu xhela u përgjigjet atyre duke thonë: shkoni tek zjarri dhe nxirrni prej zjarrit çdo që ka në zemrën e tij iman, qoftë edhe sa një thërmi. Hasan el Basri u thoshte: shpeshtoni shokët e mirë, këta njerëz të mirë, sepse këta njerëz të mirë kanë me dëshmu dhe kanë me të kërku ty në ditën e gjykimit tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër, shoku i vërtet është ai i cili të merr ty me veti në xhenet, edhe nuk është shok i vërtet ai i cili të don ty për interesat e kësaj dynjaje. Nuk është shok i vërtet ai i cili të udhëzon drejt devijimit dhe shkatrimit, por shoku i vërtet është ai i cili të drejton dhe të udhëzon drejt asaj çfarë ka urdhëruar Allahu dhe çfarë ka urdhëruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Një prej xhallarëve të mëdhej, Ibn Jauzi, thoshte dhe përfundoi me këtë fjalë të tij, thoshte: njerëzve kërkuesve të dijes, pra që ju jep këtë dituri atyre, u thoshte: nëse nuk më gjenin mesin tuaj në xhenet, pyeteni Allahun për mua dhe thoni Allahut: o Zoti ynë, robi yt filoni na ka mësuar për ty, dhe pastaj fillonte të çonte. E lutim Allahun e lartësuar na bën prej atyre që shoqërohemi me njerëz të devotshëm, me njerëz të mirë dhe që e dojnë njëri tjetrin për hir të Allahut. Sallallahu alaihi wasallam.